Virtuozi Jani Papadimitri feston sot 76 vjetorin e lindjes. Ai mbetet një ndër figurat më të kompletuara në historinë e artit shqiptar modern, por mbetet gati unikal edhe në aspektin e rrugtimit të karrierës së tij profesionale solistike e pedagogjike prej gjysmë shekulli, karrierë e cila ka evoluar në 3 vende, në Shqipëri, Greqi dhe Kanada. Violinisti dhe kompozitori Jani Papadimitri ka lindur në një familje artistësh. Nëna e tij ishte piktoria e parë shqiptare, e mirënjohura Sofia Zengo Papadimitri, ndërsa babai, skulptori ksilograf Akile Papadimitri. Edhe vllai i tij, Vangjush Papadimitri, gjithashtu është një ndër violinistët më të shquar të shkollës shqiptare të violinës. Mjeshtër Papadimitri ka qenë për një kohë të gjatë koncertmaestër i orkestrës së Teatrit të Operës dhe Baletit dhe më pas drejtor artistik i këtij institucioni deri në fund të viteve 80. Më pas emigroi në Greqi ku punoi si violinist në orkestrat më kryesore të vendit fqinj deri në momentin e emigrimit në Kanada. Në Greqi themeloi së bashku me vajzat edhe Trio Famus. Violinisti i shquar dhe virtuoz Jani Papadimitri, njëherëzi edhe kompozitore, artist shumë planësh, është një ndër figurat më të spikatura dhe më autoritare të shkollës shqiptare të violinës dhe muzikës, nga e cila ka dalë shumë e shumë artist instrumentist, që sot e ushtrojnë me shumë suksese e dinjitet profesionin në të 4 anët e botës. Stafi i RTSH Korça i uron shëndet e krijimtari të mbar në vijim.